Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht, Allahun e madhëruar e falenderojmë, për ti ndihmën dhe falje kërkojmë, këndë Allahu Azza wa Jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë, s'ka kush që humb. E këndë Allahu subhanahu wa ta'ala e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që udhëzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, një dhe i vetëm. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij i fundit, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu më të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, sot me lejen e Allahut të lartësuar kena me trajtu një temë e të cilit është temë shumë e rëndësishme për jetën e besimtarit. Dhe pothuajse në vazhdimsi njeriu ka nevojë që të ja rikujtoj vetes së tij këtë çështje apo këtë problem. Kjo temë të cilit sot do ta trajtoj është zemrimi. Zemrimi, vëllezër dhe motra të nderuara, është njëra ndër provimet më të mëdha të njeriut në jetën e kësaj bote. Shumë krime, shumë gjunohe, shumë padrejtësi, shumë fyerje kanë ndodhur si pasojë e zemrimit momental. Andaj edhe Islami na ka mësuar se forca e vërtet qëndron pikërisht atëherë kur ta kontrollojmë vetveten tonë. Një ditë shkoi një burr dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Ja Rasulullah, më këshillo." Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "La taghdab, mos u hidharo." Ky person i vazhdon të njëjtën pyetje ja përsërit vazhdimisht dhe çdo herë pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: "La taghdab, mos u hidharo." Është interesant, vëllezër dhe motra të nderuara, se në këtë hadith njeriu mund të nxjerrë shumë urtësi. Njëra ndër urtësitë është që zemërimi është një çështje shumë e rëndësishme dhe është një çështje që besimtari duhet ta kurojë tek vetja e tij. Kurse mësimi tjetër që mund ta nxjerrim është që këshillën të cilën ja japim tjetrit ta shohim në atë të cilën ai ka nevojë, ta dim gjendjen e tij aktuale, se për çfarë këshille ai ka nevojë më së shumti. Dhe pika tjetër të cilën e nxjerrim urtësinë prej këtij hadithi është që këshilla nganjëherë duhet të përsëritet, që njeriu ta merr shumë seriozisht atë çështje. Andaj pejgamberi sa edhe me një hadith tjetër që transmetohet në Buhariun dhe Muslimin, thot pejgamberi sa nuk është i fortë ai person i cili është i fortë në mundje, mirë po i fortë është ai person i cili e përmban veten e vet gjatë zemrimit. Është interesant çfarë analogjie bën pejgamberi alayhis salam me një njeri të fortë. Të gjithë mendojmë dhe të gjithë njerëzit e shohin të fortë dikon që është i fortë në mundje. Mirë po na tregon se njeriu i fortë është ai i cili që gjatë zemrimit të tij e përmban veten e tij. Ka shumë fjalë dhe argumente që tregojnë për të këqijat që mund të i sjell zemrimi. Për shembull, Ali radiallahu anhu thot: "Fillimi i zemrimit është marrëzi, ndërsa fundi i tij çdo herë është pendim." Omeri radiallahu anhu thoshte: "Kush që përmban veten e vet gjatë zemrimit, Allahu subhanahu wa ta'ala ja shpërblen atë përmbajtje të tij të cilën e ka mbajtur gjatë zemrimit, dhe hera tjera Allahu subhanahu wa ta'ala e bën të qëndrueshëm në zemrim dhe ai nuk zemrohet, mirë po qëndron i qetë." Ibn Taymija rahimullah ka thënë: "Durimi gjatë zemrimit është ndër shkallët më të larta të xhihadit, të luftës së njeriut me vetveten. Gjithë mendojnë se lufta apo xhihadi është vetëm në front. Jo, të nderuar shikues. Xhihadi kryesor është me veten tonë. Ne duhet ta kurojmë veten tonë në çdo tmejt të cilën ne e shohim. E sigurisht se secili prej neve kena momente të cilat ne zemrohemi. E atëherë duhet të luftojmë me veten tonë. Atëherë duhet ta qetësojmë veten tonë.
atëherë duhet të bëhemi të përmbajtshëm që ta arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe që të e përmirësojmë këtë cilësi dhe ta largojmë këtë cilësi nga vetja jonë. Ibn Qayyim rahimullah thot: zemrimi e prish fenë dhe mendjen e njeriut. Me të vërtetë të nderuar shikues, që njeriu nëse zemrohet, edhe feja e tij nuk qëndron stabile. Për arsye sepse do të thot gjëra të cilat mund edhe të harronojnë fenë e tij. Po edhe mendja e tij nuk është stabile. Nuk është vetvetja, sepse ai është zemruar dhe nuk ka mundur ta kontrolloj veten e tij. Hasan al-Basriu rahimullah ka thënë: çdo njeri i cili e mbosht zemrimin e vet, Allahu subhanahu wa taala ka me ja zbukuru ftyrën e tij në sy të njerëzve. Po nëse një njeri e përmbon veten e vet, tek njerëzit ky person do të jetë i zbukuruar dhe njerëzit do ta shikojnë me ëmbëlsi atë person. Mirë, po shtrohet pyetja se çfarë hapa duhet të marrim ne që ta parandalojmë zemrimin. E para vëllezër dhe motra të nderuara është që t'i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala mbrojtje. Që gjatë zemrimit do thojmë eudhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje dhe strehem të më mbroj Allahu prej shejtanit mëdhëvar. Pra, na i kërkojmë Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mbroj prej shejtanit, nga se zemrimi vjen prej shejtanit të mëdhëvar. Pejgamberi sa me një hadith na tregon që njeriu gjatë zemrimit duhet ta ndryshojë gjendjen e vet. Pra nëse është në këmbë, atëherë le të ulet. Nëse është ul, atëherë le të shtrihet. Për arsye sepse gjendja dhe ndryshimi i gjendjes së tij e ul zemrimin. Njëra ndër shkaqe tjera me një hadith tregohet që nëse zemrohesh merr abdes, nga se uji e fik zjarrin. E shejtani është prej zjarrit dhe zemrimi vjen prej tij. Gjithashtu është një pikë shumë e rëndësishme vëllezër të nderuar, që nëse ne zemrohemi dhe kemi mundësi të flasim dhe përmbohemi, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: nëse dikush zemrohet, atëherë le të hesht. Le të hesht, nga se heshtja për të shumë më e mirë se sa fjalët të cilat ai do t'i nxjerr nga goja e tij gjatë zemrimit. Dhe e fundit vëllezër dhe motra të nderuara është kujtimi i shpërblimit tek Allahu subhanahu wa taala nëse njeriu i përmbohet vetes së vet gjatë zemrimit. Ta di që Allahu subhanahu wa taala do t'ja plotësoj shpërblimin e tij dhe do t'ja rregulloj gjendjen e tij. Andaj e lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu i lartësuar të na i pastroj zemrat tona nga zemrimi, nga urrëtia, dhe të na i zbukuroj ato me durim, me butësi, dhe të na bëj prej atyre të cilët e përmbojnë veten e vet nga zemrimi dhe bëjnë vepra të mira dhe nuk shkaktojnë trazira dhe gjëra të këqija tek njerëzit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.